Heretizmi në mendimin islam. El Khawarij, grupi I parë që ngriti moton e heretizmit. Shkëndija e parë e heretizmit në botën islame doli nga grupi El Khawarij. Ky grup I humbur konsiderohet si rryma e parë devijuese në botën islame, I cili e shtjellonte besimin në formë të gabuar dhe shkatërruese. Profeti ynë fisnik Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka lajmëruar për daljen e këtij grupi devijues e humbës. Ai ka thënë: largohen nga feja ashtu siç largohet shigjeta nga harku. Khawarijët larguan veten e tyre nga Islami gjatë luftës së Sifinit. Në atë kohë, ata ishin thjesht grup politik, mirë po gradualisht zgjodhen parime besimit të veçanta, me qëllim që të justifikonin punët dhe veprat e tyre të palogjikshme. Me gjithë praninë e besimeve të shumta, çështja më ndikuese që çoi në lindjen e besimeve të tyre, të medhebeve të tjera, është leximi ekstrem I kuptimit të besimit tek Khawarijët. Ky lexim ekstrem bëri që ata t'i quajnë të pafe të gjithë muslimanët. Bazuar në këtë, pasqe më dyshje, Khawarijët janë grupi I parë heretik që është shfaqur në botën islame. Parimet e besimit të Khawarijëve u themeluan në kohën e Ezarikatut, pas gjykatës së parë. Khawarijët besojnë se besimi përbëhet nga 3 pjesë: vërtetësia gjuhësore, pohimi, vërtetësia me zemër dhe vërtetësia me gjymtyr, përfundimi. Bazuar në këtë përshkrim, e njohje, nëse një njeri beson Allahun e madhëruar me gjuhën e tij, me zemrën e tij dhe bën gjunahe, ai ka humbur besimin e tij dhe është bërë jo besimtar mohues. Bazuar në këtë pikpamje, Khawarijët besonin si vijon. Kushdo që I kundërshton, konsiderohet jo vetëm kafir, por edhe mushrik. B. Ata Khawarijë që nuk shkojnë në luftë konsiderohen të pafe. C. Ato vende që I kundërshtojnë Khawarijët konsiderohen vendqëndrime të kufrit. D. Vrasja e të pafeve është wajib, obligim. Po ashtu, vrasja e fëmijëve dhe e grave të tyre është e lejueshme. Fëmijët e tyre janë përherë në xhehenem. Khawarijët I sprovonin njerëzit që bashkoheshin në ushtrinë e tyre, duke I urdhëruar që të vrisnin një nga robërit e rënë në dorën e tyre. Nëse e vrisnin, e quanin pjesë të tyre, por nëse nuk e bënin, I akuzonin se ishin mushrik, hipokrit dhe I vrisnin ata. Ky grup I humbur vrau prijesin e besimtarve Ali ibn Ebu Talibin, paqja qoftë mbi të, me argumentin se mohoi takimin. Pasi Ali ibn Ebu Talibi pranoi këtë, u lejua derdhja I gjakut të tij. Këto besime të pabaza bëjnë që ky grup I humbur të derdhë gjakun e muslimanëve, të vjedhë dhe të grabisë pasuritë e tyre dhe të vërdorë mbi nderet e tyre. Po ashtu, bën që pasuesit e tyre të thonë se të gjitha vendet islame janë vendqëndrime të kufrit. Në kohën që ata interesoheshin sa për syefaqe për rregullat islame, shumë prej tyre faleshin natën dhe agjeronin ditën. Mirëpo, ata ashtu siç I përshkroi profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kanë dalë nga feja për shkak të qëndrimit të tyre, të besimit të tyre. Sot, atyre u ka mbetur vetëm emri.